Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Detektivët. Nëse ju kanë thënë që Instagrami është matësi më i mirë i një miqësie, besojeni, sepse dy nga personazhet më të njohura të showbizit shqiptar janë futur një meseleje e cila nisi e gjitha për një unfollow. Do të flasim sot për Dojna Memën dhe Kiara Titon. Dojna Mema, 33 vjeç me 345.000 ndjekës, minus 1. Kiara Tito, 29 vjeç me 857.000 ndjekës, minus 1. E gjithë historia filloi kur Dojna Mema deklaron në një emision që Kiara Tito e kishte hequr nga Instagrami, dhe kjo ishte padrejtësisht sipas saj. Por komentet filluan dhe ekspertët u sulën. Le të lexojmë disa prej tyre. Fatbardha Doko thot: Dojna Mema e more vëmendjen. E pam që je gjallë. Ik tani, thuaj falemderit Kiarës Dritës. Kush është Drita vallë? Blerina 5303. Sa pluhur ngrenin me komente, jo po Kiara, jo po Dojna, kur të dyja janë femra ekran, kanë mundësi të sqarohen vetë pa ndërhyrë persona të tretë. Në të fundit, marrin klikime nga ne që i ndjekin. Tanja.1 thot: jemi shumë të shqetësuar familjarisht. Jeff.Gania53 thot: Dina, je yll, e mbi të gjitha je njeri i mirë, Zoti të rujt. Një fanse tjetër thot: Tasha Loli, kot nuk të ka hequr, mos i jep gojës. Të gjithë kanë qenë të shqetësuar. Por, unë dua t'ju them që këto dy vajza kanë shumë më shumë të përbashkëta nga çfarë ju mendoni. Të dyja këto kanë qenë moderatore në të njëjtin televizion, gjithashtu kanë qenë pjesë e një emisioni, njëra si moderatore dhe tjetra si banore. Gjithashtu edhe bashkëshortët e tyre, Vlashent Sata dhe Louise Ailey. Të dy kanë studiuar dhe kanë punuar në Paris. Por ndërkohë, edhe gjyshet e tyre janë të famshme. Njëra identifikohet si gjysha e Dojnës dhe tjetra si nëna Leta. Dhe ne ende nuk e dim nëse këto të dyja janë ende follow apo janë bërë unfollow dhe këto si mbesat e tyre. Por kësaj historie, Kiara i kundërpërgjigjet me një deklaratë. Ajo deklaroi në një emision që ishte Dojna ajo që e kishte hequr e para nga Instagrami, dhe kjo pa arsye. Për më tepër, Kiara shtoi që të gjitha personazhe po bëjnë lajme në emër të saj. Deri tani, rezultati është 1-1. Nga ana tjetër, Dojna nuk e la me kaq. Në frontin e saj, ajo poston një screenshot nga një bisedë me motrën e saj, ku tekstualisht thot: Mua, kur më bëj një pyetje direkte, qoftë edhe kjo para kamerave, kam mjaftueshëm këllqje për të dhënë përgjigje të drejtë për drejta. E bëj edhe për rehatin time dhe s'më duhet të mbaj mend gënjeshtrat e të përfundoj duke i besuar vetë. Thënë kjo, tema është e varfër, ndaj nuk shon ndonjë interes të veçantë për ta tjerë më shumë se kaq publikisht. Ditë të mbarë. Dhe rezultati sapo shkoi në 2-1 për Dojnën. Dhe tani më, në këtë front është futur edhe ai, mbreti, kampioni i të gjithëve, Louise Ailey. Luani ka reaguar në një Insta story duke shkruar tekstualisht: Mua, kur më pyesin direkt jashtë kamerave, kam këllqje për të përgjigjur drejt për drejt, sepse ndihem rehat e nuk merrem me sajesa që i besojnë vetë. Thënë kjo, tema është e papar dhe kam shumë interes të tjerë edhe më shumë se kaq publikisht. Natën e mirë. Disa prej ekspertëve që po e ndjekin këtë luftë frontesh e kanë parë me dyshim, disa e përkrajnë, disa jo. Por le të lexojmë disa prej tyre. Brunilda Lubani thot: shah mat. Afërdita 4746, eksperte shahu edhe kjo. Shah mat me 2 lëvizje, të ruajt zoti Louise Ailey. Iliriana Kërçuku thot: adoleshent që kërkon konfliktin. Dhe tani rezultati është 2-2. Ne jemi në pritje të një deklarate nga Vlashenti. E teksa presim Vlashentin, unë i kam shkruar personalisht Dojna Memës për të ditur më shumë mbi këtë luftë dhe për të marrë disa të reja. Dhe Dojna Mema ka deklaruar që nuk do t'i japi më shumë zë këtij konflikti, ishte thjesht një lojë. Me sa duket, miq të nderuar, ju duhet të ruani Instagramin, sepse një unfollow krijon më shumë probleme se çdo gjë tjetër.